Videoja e sotme flet për malet më të lartë në Shqipëri. Le të fillojmë me malet e mrekullueshëm që na rrethojnë. Mali i Korabit është një nga malet më të lartë të Evropës Juglindore dhe më i larti në Shqipëri, i cili shtrihet përgjatë kufirit të Shqipërisë dhe Maqedonisë së Veriut. Ky mal gjendet në rrethin e Dibrës dhe arrin lartësinë 2764 metra. Mali i Jezercës është më i larti në Alpet Dinarike, i katërti më i larti në Shqipëri dhe i gjashti më i larti në Ballkan, me lartësi 2694 metra mbi nivelin e detit. Ky mal ndodhet midis rrethit të Shkodrës dhe atij të Kukësit. Mali i Gramozit është në një varg malor në juglindje të Shqipërisë dhe veri të Greqisë. Në Shqipëri atë e përfshin rrethi i Kolonjës. Mali është skaj verior i vargmaleve Pindit dhe arrin lartësinë 2523 metra mbi nivelin e detit. Gjallica është mali më i lartë i rrethit Kukës, 2489 metra mbi nivelin e detit, i cili bën pjesë në vargun malor të Korabit dhe shtrihet në skajin verilindor të këtij vargu, midis pellgut të Kukësit në veri perëndim dhe pllajës së Shishtavecit në jug lindje. Tomori është një mal në lindje të qytetit të Beratit. Me majën më të lartë 2416 metra mbi nivelin e detit ngrihet vetmitar në një rafshin pa fqinje që ta rivalizojnë dhe zotëron kështu pamjen nga të gjitha pikat e horizontit. Mali i Dejes ndodhet në zemër të rrethit të Matit. Ai ndodhet në Parkun Kombëtar të Lurës, i rrethuar nga 7 liçenet e bukur të kësaj zone. Maja më e lartë arrin në 2246 metra mbi nivelin e detit. Mali i Çikës me një lartësi 2044 metra mbi nivelin e detit është maja më e lartë e maleve të kanalit Keraune. Mali i Çikës është pjesë e Parkut Kombëtar të Llogaras, i njohur për biodiversitetin e tij të pasur dhe vegjetacionin e zhvilluar. Mali i Papingut ose mali i Dritës është maja më e lartë e malit të Nëmërçkës. Ai ngrihet deri në 2489 metra mbi nivelin e detit. Në pjesën më të madhe të vitit është i mbuluar me borë dhe kjo e bën piksynimin e ngjitjeve alpine. Këto janë malet tona, të egra, madhështore dhe plot jetë. Ruajini, vizitojini dhe lërini të frymëzojnë çdo hap të udhëtimit tuaj. Faleminderit që udhëtuat me ne.